Në një fshat të vogël në malësitë e Shqipërisë, ku era e mëngjesit sillte aromën e llokumave të egra dhe majdanozit, jetonte një djalë i quajtur Arben. Ishte 15 vjeç, me flokë të zinj si korbat e malit dhe sy blu si ujërat e liçenit të afërt. Fshati i tij, i quajtur Shishtavec, ishte i vogël por plot jetë, me shtëpi të bardha guri dhe çati të kushtjegullash që shkëlqenin në ndjellin e verës. Arben ishte i njohur në fshat për 2 gjëra: zgjuarsinë e tij të mprethë dhe hijen e tij të çuditshme. Ndërsa të gjithë fëmijët e tjerë kishin hije normale që ndiqnin lëvizjet e tyre, hija e Arbenit dukej sikur kishte jetë të veçantë. Ndonjëherë lëvizte para se ai të lëvizte, ndonjëherë mbetej prapa kur ai ecte përpara. Pleqtë e fshatit thoshin se kjo ishte shenja e një fati të veçantë, por askush nuk e dinte se çfarë do të thoshte kjo. Një mëngjes vjeshte, kur gjethet e pemëve kishin filluar të merrnin ngjyra ari dhe bakri, Arben po shkonte në mal për të mbledhur dru për familjen e tij. I ati, Gjon Kadriu, ishte marangoz dhe gjithmonë kishte nevojë për dru të mirë për punën e tij. Arben kishte marrë sapatën e vogël dhe një thas lëkure dhe po ecte nëpër shtegun e ngushtë që çonte në pyll. Ndërsa ecte, vuri re se hija e tij po sillej më çuditshëm se zakonisht. Ajo po dridhet si një gjethe në erë, edhe pse dita ishte e qetë dhe pa erë. Arben ndaloi dhe shikoi poshtë. Hija e tij po luhej nga e djathta në të majt, sikur po luftonte për t'u çliruar nga trupi i tij. Çfarë po ndodh, murmuriti ai, por hija e tij vetëm vazhdoi të luhej më furishëm. Papritur, nga thellësia e pyllit doli një grua e vjetër me mantell të zi dhe baston në dorë. Flokët e saj të bardha shinin si argjend në dritën e diellit, dhe sytë e saj të kaltër ishin plot me një urtësi të thellë dhe të mistershme. Mirëmëngjes, djali im, tha ajo me zë të butë por të fuqishëm. Po shoh se hija jote është e shqetësuar sot. Arben i hodhi një vështrim të kujdesshëm gruas së vjetër. Në fshat, të gjithë dinin se duhej të ishe i kujdesshëm me të huajt, veçanërisht ata që dinin gjëra që nuk duhej t'i dinin. Po, është sjell çuditshëm gjithë javën, tha ai, duke mos dashur të tregonte shumë. Gruaja qeshi me një të qeshur të hollë. Arben Kadriu, djali i Gjonit, i nipi i Petrash Kadriut që luftoi me Skënderbeun. Po, unë dikush je ti dhe di edhe për hijen tënde të veçantë. Zemra e Arbenit filloi të rrahte më fort. Si e dinte kjo grua emrin e tij dhe historinë e familjes? Mos ki frikë, vazhdoi ajo. Emri im është Zana, dhe jam një prej ruajtëseve të fshehtave të këtyre maleve. Kam ardhur për të paralajmëruar. Hija jote është në rrezik. Në rrezik? Por çfarë do të thotë kjo? Zana u ul në një gur të madh pranë shtegut dhe i bëri shenja Arbenit të ulej pranë saj. Dëgjo me kujdes, djalë, sepse ajo që do të them do ta ndryshojë jetën tënde përgjithmonë. Zana filloi të tregonte me zë të ulët dhe misterios, sikur po ndante një sekret që kishte mbajtur për vite të tëra. Ka shumë vite më parë, kur babai i babit tënd ishte ende djalë i ri, këto male ishin të mbushura me gjëra magjike. Zana të maleve, drangua të pyjeve dhe shpirtra të ujrave jetonin në harmoni me njerëzit. Por erdhi një kohë kur kjo harmoni u shkatërrua. Ajo nxori nga manteli i saj një gur të vogël që shkëlqente me një dritë të veçantë, si një yll i vogël në pëllëmbën e saj. Ky quhet guri i hijeve. Dikur, ai I jepte fushi të veçanta njerëzve që kishin shpirtra të pastër, por u vjedh nga një magjistar I keq I quajtur Dragusha, që jetonte në një kështjell të largët në majën e malit më të lartë. Arben dëgjonte me gojë hapur, duke mos besuar atë që po dëgjonte. Dragusha përdorte gurin e hijeve për të vjedhur hijat e njerëzve. Pa hije, një person nuk është më I plot. Ai humbet pjesën më të mirë të shpirtit të tij, kujtesën e tij, dhe në fund edhe vetë identitetin. Por çfarë ka të bëjë kjo me mua? Pyeti Arben, edhe pse zemra I thoshte se e dinte përgjigjen. Ti, Arben Kadriu, je pasardhësi I fundit I një familje të lashtë luftëtarësh që dikur e mbrojtën gurin e hijeve. Hija jote e veçantë është një shenjë e kësaj trashëgimie, por tani Dragusha ka mësuar për ty dhe do të vijë ta marrë hijen. Sikur për ta konfirmuar atë që thoshte Zana, hija e Arbenit filloi të dridhet edhe më fort, dhe për një moment dukej sikur po u dobësonte. Çfarë mund të bëj? Pyeti Arben, duke ndjerë një frikë të thellë që nuk e kishte ndjerë kur më parë. Zana u ngrit dhe I vuri dorën në supë. Duhet të shkosh te kështjella e Dragushës dhe të marrësh gurin e hijeve para se ai të gjejë ty. Por nuk do të jetë e lehtë.
Rruga është e gjatë dhe e rrezikshme, dhe do të përballesh me sprova që do ta testojnë guximin, zgjuarsinë dhe shpirtin tënd. Ajo i dha atij gurin e vogël që shkëlqente. Ky është një fragment i gurit të hijeve. Do të ndihmojë në udhëtim, por ki kujdes. Sa më afër që të shkosh tek kështjella, aq më shumë do të përpiqet dragusha të marrë hijen. Arben mori gurin dhe menjëherë ndjeu një ngrohtësi të çuditshme që përhapej nëpër trupin e tij. Hija e tij u qetësua pak, por ende duke e shqetësuar. Por si mund ta lë familjen time? Ata do të shqetësohen, tha ai. Do t'u them unë se je duke bërë një punë të rëndësishme. Gjoni do ta kuptojë, ai ka gjak luftëtari dhe e di se ka gjëra më të rëndësishme se siguria e momentit. Zana filloi të largohej, por u kthye për një moment. Kujto, Arben, në këtë udhëtim, hija jote do të jetë më shumë se një hije. Ajo do të jetë udhërrëfyesi yt, mbrojtësi yt, dhe në momentin vendimtar, ajo do të jetë arma jote më e fuqishme. Por vetëm nëse mëson ta dëgjosh dhe ti besosh. Me këto fjalë, ajo zhduku pas pemëve të mëdha, duke lënë vetëm aromën e mollëve të egra dhe një ndjenjë misterioziteti në ajër. Arben u kthye në shtëpi me zemër të rënduar nga përgjegjësia e re që kishte rënë mbi supet e tij. Shtëpia e familjes Kadriu ishte një ndërtesë e bukur guri me balkon druri dhe lule në dritaret. Kur hyri brenda, gjeti babain e tij duke punuar në punishten e tij, duke gdhendur një mobilje të bukur. Baba, tha Arben duke mos ditur si ta fillonte. Gjon Kadriu ngriti kokën dhe kur pa shprehjen në fytyrën e djalit të tij, la anash veglat e punës. Çfarë ka ndodhur, bir? Duket sikur ke parë një fantazmë. Arben i tregoi babait gjithçka që kishte ndodhur, takimin me Zanën, historinë e gurit të hijeve dhe misionin që duhej të kryente. Priste që ati ta quante të çmendur, por Gjoni dëgjoi me kujdes dhe në fund lëshoi një pëshërëtim të thellë. E dija se kjo ditë do të vinte, tha ai duke shikuar në distancë. Babai im më kishte treguar historira për gurin e hijeve dhe për trashëgimin ton, por shpresoja se do të kalonin breza pa u dashur të përballen me këtë bar. Ai u ngrit dhe shkoi te një ark e vjetër në kënd të dhomës. Nga ajo nxori një shpatë të vogël me dorez të zbukuruar dhe një çantë udhëtimi prej lëkure. Kjo shpatë ka qenë në familjen ton për shekuj, tha ai duke ja dhënë Arbenit. Emri i saj është drita e së vërtetës, dhe ka fushin të shohë në përmashtrimet dhe gënjeshtrat. Mama e Arbenit, Mara, kishte ardhur dhe po dëgjonte nga pragu i derës. Syti ishin mbushur me lot, por zëri i saj ishte i fortë. Nëse kjo është rruga që duhet të ndjekësh, bir, atëherë do ta ndjekësh me bekimin ton, tha ajo. Por premtom se do të kujdesesh për veten. Atë natë, familja Kadriu ngriti një darkë të veçantë. Mara gatiti të gjitha pjatat e preferuara të Arbenit, dhe ata kaluan orë të tëra duke treguar histori dhe duke kujtuar momente të bukura. Kur erdhi koha për gjumë, Arben mezi mundi të flinte nga emocioni dhe ankthi për atë që e priste. Në mëngjes, Arben u zgjua me agim. Veshi rrobat e tij më të mira, mori shpatën, çantën e udhëtimit të mbushur me ushqim dhe ujë, dhe fragmentin e gurit të hijeve. Hija e tij ende duke e shqetësuar, por tani kishte diçka më shumë, duket një vendosmëri të re. Familja e tij doli ta përcillte deri në skajin e fshatit. Shumë nga fshinjet kishin ardhur gjithashtu, sepse lajmi se Arben po nisej për një udhëtim të rëndësishëm kishte përhapjen shpejt. Babai i fshatit, Popa Nikol, erdhi dhe e bekoi. Zoti të ruajt, bir, dhe të ktheft të shëndoshe mirë, tha ai duke bërë kryshin. Arben përqafoi familjen për herën e fundit dhe filloi të ecë drejt malit. Kur u kthye për të parë fshatin për herën e fundit, pa të gjithë banorët duke i bërë shenjë me dorë, dhe hija e tij për një moment duke i sikur po u bënte shenjë mbrapsht. Udhëtimi në përpyll filloi mjaft qetësisht. Arben ndishte një shtek të vjetër që e çonte lart në mal, dhe për disa orë gjithçka dukej normale. Zogjt këndonin në deg, ara binin në tokë me tinguj të butë, dhe dielli filtonte në përgjethet duke krijuar një mozaik të bukur drite dhe hije. Por ndërsa ditë avanconte, Arben filloi të vinte re gjëra të çuditshme. Pemët dukenin më të mëdha se sa duheshin të ishin, dhe degët e tyre shtriheshin në forma që nuk duken të natyrshme. Disa pemë duken sikur kishin fytyra në korcin e tyre, dhe kur Arben kalonte pranë, ai ndjente sikur po e shikonin. Hija e tij po sillej edhe më çuditshëm.
Ndonjëherë ajo dukej sikur po tregonte drejtesa të ndryshme nga ato që Arben po shkonte, sikur po e paralajmëronte për rreziqe të fshehura. Rreth mesditës, Arben arriti në një klarin të vogël ku një përrua e kristalt rinte nëpër gur të lëmuar. Ai vendosi të ndalonte për të pushuar dhe për të ngrënë pak nga ushqimi që kishte marrë nga shtëpia. Ndërsa ishte duke pirë ujë nga përrua, dëgjoi një zë të butë që vinte nga pas një shkure të madh. "Ndiem, ju lutem, ndiem." Arben u ngrit me kujdes dhe shkoi drejt vendit nga vinte zëri. Pas shkures gjeti një vajzë rreth moshës së tij, me flokë të artë dhe sy të gjelbër. Ajo ishte ulur në tokë dhe këmba e saj e djathtë ishte e mbështjellë me gjethe. "Çfarë të ka ndodhur?" pyeti Arben, duke u afruar me kujdes. "Emri im është Lila," tha ajo me zë të dobët. "Jam humbur në këtë pyll prej 3 ditësh. Dje kam rënë dhe më duket se kam thyej këmbën. Nuk mund të ec më." Zemra e Arbenit u prek nga mëshira. Ai nuk mund ta linte një vajzë të plagosur vetëm në pyll. Por kur u afrua për ta ndihmuar, hija e tij filloi të dridhet me vrazhdësi, sikur po e paralajmëronte për ndonjë rrezik. "Hajde, do të ndihmoj," tha ai duke shtrirë dorën. Por kur Lila e kapi dorën e tij, ai ndjeu diçka të ftohtë dhe të çuditshme. Dora e saj ishte e akullt, dhe për një moment sytë e saj u ndryshuan nga të gjelbër në të kuq. Hija e Arbenit kërkoi të largohej prej trupit të tij, dhe ai kuptoi se diçka nuk ishte në rregull. "Ti nuk je njeri," tha ai, duke u tërhequr mbrapsht. Lila qeshi me një të qeshur të keq që Jehova në përpyll. "Sa i mençur je, djali i vogël." "Po, jam një shpirt i keq që punon për Dragushën. Ai më ka dërguar për të kapur para se të arrishte kështjella." Trupi i saj filloi të ndryshonte. Lila e bukur u kthye në një krijesë të tmerrshme me kthetër të gjata dhe sy të zjarrt. "Tani do ta marr hijen tënde dhe do ta çoj te zotëria im." Ajo u shtye drejt Arbenit, por ai ngjori shpatën drita e së vërtetës. Blade shkëlqen me një dritë të bardhë dhe të pastër që bëri krijesën të ulërinte dhe të mbante vështrimin. "Kjo shpatë e vjetër." "Por si?" Arben nuk priti që ajo të mbaronte. Ai e goditi krijesën me shpatë, dhe ajo u shpërbë si tymizi që u përhap në erë. Kur gjithçka u qetësua, Arben ishte i dridhur nga përvoja e parë me forcat e errëta të Dragushës. Hija e tij u kthye në normalitet, por ai mund të dallonte se kishte një vendosmëri të re në lëvizjet e saj. "Faleminderit që më paralajmërove," i foli ai hijes së vet. "Pa ty do të më kishte marrë." Për habin e tij, hija dukej sikur i përgjigjej, duke bërë një lëvizje që dukej si një përkëndelje. Pas përvojës me krijesën e rreme, Arben vazhdoi udhëtimin me më shumë kujdes. Ai kishte mësuar se Dragusha kishte shumë shërbëtor dhe se duhej të ishte gati për çdo gjë. Rreth mbrëmjes, ai arriti në një fshat të vogël që dukej i braktisur. Shtëpitë ishin të vjetra dhe të dëmtuara, dhe rrugët ishin të mbushura me bar. Por ajo që e bëri Arbenit të ndihej më e keq ishte se nuk kishte hije kudo. Shtëpitë, pemët, gurët, asgjë nuk kishte hije, edhe pse hëna e plot po i ndriçonte qartë. "Ky duhet të jetë një prej fshatrave ku Dragusha ka vjedhur hijat," murmuriti Arben. Ai ecte me kujdes nëpër rrugët e braktisuara, duke kërkuar një vend për të kaluar natën. Fragmenti i gurit të hijeve në çantën e tij po shkëlqente më fort, sikur po reagonte ndaj mungesës së hijeve. Papritur, ai dëgjoi një zë të dobët që vinte nga një shtëpi e vogël në fund të rrugës. "Kush është aty? Ju lutem, mos kini frikë." Arben shkoi drejt shtëpisë dhe gjeti derën e hapur. Brenda, në një dhomë të vogël të ndriçuar nga qirini, ishte ulur një grua e vjetër me flokë të bardhë. "Mirëmbrëma, nën," tha Arben me respekt. Gruaja ngriti kokën dhe ai pa se sytë e saj ishin të verbër. "Ah, një zë i ri. Sa kohë që s'kam dëgjuar zë njeriu. Hajde Brenda, djali im, hajde." Arben hiri me kujdes. Gruaja shuhej fahrije dhe i tregoi se ishte një nga të paktët banorë që kishin mbetur në fshat pasi Dragusha kishte vjedhur hijat e të gjithëve. "Pse ti ende ke hijen?" pyeti ajo, duke dalluar hijen e Arbenit në dritën e qirinjve. "Jam në rrugë për ta ndaluar Dragushën," tha Arben. Fahrije qeshi me hidhëri. "Sa të rinj dhe sa të pafrikësuar jeni. Por dëgjo djali im, unë kam diçka që mund të të ndihmoj." Ajo shkoi te një ark e vjetër dhe ngjori një mfaqëse të punuar me ar. "Kjo quhet sfaqëse e të vërtetave. Do të tregoj të vërtetën edhe kur gjithçka përreth teje është mashtrim."
Dragusha është mjeshtër i madh i mashtrimit. Arben e mori sfaqsen me respekt. Faleminderit, nën. Por pse nuk e ke përdorur vetë për t'i shmangur mashtrimit të Dragushës? Sepse kur erdhi ai, unë zgjodha t'ja jap hijen time në këmbim të jetës së nipit tim. Djali im i vogël jetonte këtu, dhe Dragusha premtoi se nëse unë ja jepja hijen, ai do ta linte djalin të lirë. Dhe a e mbajti premtimin? Fahrie ulur kokën. Jo. Ai e mori hijen time, por mori edhe djalin. Unë mbeta këtu, e verbuar nga dhimbja dhe pendimi, duke pritur dikë që mund ta ndaloj këtë të keqe. Zemra e Arbenit u preku thellë nga historia e gruajes së vjetër. Ai vendosi se jo vetëm do ta merrte gurin e hijeve, por do t'i kthente hijat të gjithë atyre që Dragusha kishte vjedhur. Do ta ndaloj, premtoi ai. Do t'i kthej hijat tuaja dhe do ta gjej nipin tënd. Fahtie e kapi dorën e tij me të dyja duart e saj. Zoti të bekoftë, djali im. Tani shko dhe pusho. Rruga e së nesërmes do të jetë edhe më e vështirë. Atë natë, Arben fleu në shtëpinë e Fahtises, por gjumi i tij ishte i mbushur me ëndra të errëta. Ai pa fytyra, pa hije që qanin për ndihme, dhe një zë i errët që qeshte në errësirë. Në mëngjes, Arben u nda nga Fahtie dhe vazhdoi udhëtimin drejt malit më të lartë. Rruga tani ishte e pjerrët dhe e vështirë, por ai ndjente se ishte duke u afruar te qëllimi i tij. Rreth mesditës, ai arriti në një lumë të gjerë me ujë të kaltër kristal. Uji ishte aq i kthjellët sa dukej sikur ishte ajër, dhe Arben mund të shihte deri në fund ku peshqit e vegjël notuan ndërmjet gurëve shumë ngjyresh. Por kur u afrua te anë uji, ai vurire se ky nuk ishte një lumë i zakonshëm. Në sipërfaqen e ujit, si në një pasqyrë magjike, po shfaqeshin skena të ndryshme, kujtesa që nuk i përkisnin atij. Pa një fëmijë të vogël duke luajtur në një kopesht, një çift të ri duke vallëzuar, një plak duke lexuar një libër, dhe pastaj kuptoi. Këto ishin kujtesa e njerëzve që kishin humbur hijat e tyre. Lumi i kujtesave, murmuriti ai, duke kujtuar historitë që i kishte treguar gjyshi i tij. Hija e tij po sillej çuditshëm pranë ujit, duke u dobësuar dhe fushizuar rendur. Arben kuptoi se duhet ta kalonte lumin, por nuk dinte se çfarë do të ndodhte me të kur ta prekte ujin. Ai nxori sfaqsen e të vërtetave që i kishte dhënë Fahtie dhe e drejtoi drejt ujit. Në sfaqse pa të vërtetën, uji i lumit nuk do ta lëndonte, por do t'i tregonte kujtesa të dhimbshme nga e kaluara që mund ta dobësonin shpirtërisht. Duhet ta kaloj, tha ai vetes dhe hijes së tij, por do të jemi fort. Ai hyri në ujë me kujdes. Menjëherë, mendja e tij u mbush me kujtesa që nuk ishin të tija. Pa njerëz të panumër që qanin kur hijat e tyre u vunë, fëmijë që lozin dhe pa pritur ndaluan për të mos luajtur kurrë më, pleq që harruan emrat e fëmijëve të tyre. Ujri i erdhi deri në gjoj, dhe kujtesa u bën edhe më intensive. Arben ndjeu dhimbjen e të gjithë atyre që kishin humbur pjesë të vetes së tyre. Por ai mbajti në mend premtimin që i kishte bërë Fahtises dhe të gjithë atyre që vuanin për shkak të Dragushës. Kur doli në anën tjetër të lumit, ishte i lodhur por edhe më i vendosur se më parë. Hija e tij tani dukej më e fuqishme, sikur kalimi nëpër lumin e kujtesave e kishte forcuar lidhjen e tyre. Pas 3 ditësh udhëtimi të vështirë nëpër shtega malesh dhe nëpër ujon dhe pyje, Arben më në fund arriti në majën e malit më të lartë. Atje, duke u ngritur nga shkëmbinit si një bukur i errët, qëndronte kështjella e Dragushës. Ndërtesa ishte e tmerrshme për tu parë. Ishte ndërtuar me gurë të zinj që duknin sikur thithin dritën, dhe kullat e saj të larta ishin të mbushura me dritare që shinin si sy të këqij. Rreth kështjellës, ajri ishte i trashë dhe i errët, edhe pse ishte mesditë dhe dielli shkëlqente. Por ajo që e bëri Arbenit të ndihet më i keq ishin hijat. Mira hije ishin ngjitur rreth mureve të kështjell, duke u lëvizur në mënyrë që nuk korrespondonte me asgjë në botën fizike. Këto ishin hijat e vjedhura të njerëzve, të burgosura dhe të detyruar për t'i shërbyer Dragushës. Hija e Arbenit filloi të dridhet me frikë, por ai e qetësoi duke i folur me zë të butë. Mos ki frikë, ne do t'i çlirojmë të gjitha. Ai u afrua kautel te hyrja e kështjellës. Portali i madh ishte i hapur sikur Dragusha po e priste. Arben e dinte se kjo ishte kurth, por nuk kishte zgjidhje tjetër. Kur hyri brenda, u gjet në një sallë të madhe të ndriçuar nga qirini të panumërt. Në fund të sallës, në një front të madh të gdhendur nga një gur i vetëm i zi,
ulej një figurë e lartë dhe e dobët. Dragusha ishte një njeri I vjetër me flokë të gjatë të bardhë dhe sy pa ngjyrë që duknin sikur shikonin nëpër shpirtin e njeriut. Ai vishte mantel të zi me zbukuri me argjend, dhe në duart e tij mbante një gur të madh që shkëlqente me dritë të errët, guri I hijeve. Mirë se erdhe, Arben Kadriu, tha Dragusha me zë që Jehova nëpër sallë. Kam pritur kaq gjatë për të takuar pasardhësin e fundit të atyre që njëherë përpiqen ta më merrnin gurin. Dhe tani do ta marr, tha Arben, duke nxjerrë shpatën drita e së vërtetës. Dragusha qeshi me një të qeshur të ftohtë. Djali im I vogël, ti nuk e kupton ende se me çfarë je përballur. Un kam jetuar për qindra vite dhe kam mbledhur mira hije. Çdo hije më jep më shumë fushi, më shumë jetë gjatësi, më shumë pushtet. Ai u ngrit nga froni dhe guri I hijeve në duart e tij filloi të shkëlqej edhe më fort. Por hija jote është e veçantë, Arben Kadriu. Ajo mban në vete kujtesën e të gjithë luftëtarëve të familjes sate. Kur ta marr atë, do të kem jo vetëm fushin tënde, por edhe urtësinë dhe përvojën e të gjithë paraardhësve të tu. Dragusha ngriti gurin e hijeve lart, dhe një rreze e errët doli nga ai duke u drejtuar drejt Arbenit. Djali ndjeu një forcë të fuqishme që po përpiqej t'ia shkëpuste hijen nga trupi. Jo, bërtiti ai duke u mbrojtur me shpatën. Drita e bardhë nga drita e së vërtetës u përplas me rrezën e errët të gurit, dhe në sallë u krijua një luftë mes dritës dhe errësirës. Betejë ishte e ashpër dhe e egër. Dragusha përdorte gurin e hijeve për të hedhur magji të errëta, ndërsa Arben luftonte me shpatën dhe me zgjuarsinë e tij. Por çka e bënte betejën edhe më të vështirë ishte se mirat e hijeve të burgosuara po luftonin në të dyja anët. Disa hije të kontrolluara nga Dragusha sulmuan Arbenit. Të tjerat që ende mbanin pak nga vullneti I tyre, përpiqnin ta ndihmonin. Hija e Arbenit po luftonte më fort se kur, duke u bërë më e madhe dhe më e fortë me çdo moment. Shi se si hija jote po rritet, qeshi Dragusha. Ajo po përpiqet të mbrohet, por kjo vetëm po e bën më të lehtë për mua ta kap. Ai hodhi një magji të re, dhe Arben u gjeti rrethuar nga një murhiesh të errëta që po e shtrydhen nga të gjitha anët. Por atëherë, Arben kujtoi fjalët e Zanës, hija jote do të jetë arma jote më e fuqishme, por vetëm nëse mëson ta dëgjosh dhe ti besosh. Ai ndaloi së luftuari me forcë dhe filloi t'i fliste hijes së vet. Çfarë dëshiron të bësh? Pyeti ai. Hija e tij filloi të lëvizej në një mënyrë të çuditshme, sikur po e udhëzonte drejt diçkaje. Arben ndoshi drejtimin që po I tregonte hija, dhe pas se ajo po e çonte drejt një pjese të murit ku ishin të gdhendura simbole të lashta. Simbolet e ruajtësve, murmuriti ai. Arben vrapoi drejt murit, duke shmangur magjikat e Dragushës. Kur arriti aty, vuri dorën mbi simbolet dhe ato filluan të shkëlqejnë me dritë të artë. Jo. Çfarë po bën? U lëriti Dragusha. Po zgjoj ruajtësit e vërtet të gurit të hijeve, tha Arben. Papritur, nga simbolet dolen shpirtrat e gjithë luftëtarëve të familjes Kadriu që kishin vdekur duke mbrojtur gurin përgjatë shekujve. Ata ishin të gjithë të ndriçuar me dritë të artë dhe hijat e tyre ishin të fuqishme dhe të gjalla. Nipi ynë ka ardhur të përmbush fatin, tha një prej tyre që dukej si Petrash Kadriu, stërgjyshi I Arbenit. Luftëtarët shpirtëror u hodhën kundër Dragushës, dhe tani magjistari I keq u gjet duke luftuar kundër një ushtrie të tërë hijesh të drejta. Ndërsa beteja vazhdonte, Arben kuptoi se kishte vetëm një mënyrë për ta mundur përfundimisht Dragushën. Ai duhej ta prekte gurin e hijeve me dorën e tij dhe ta bashkonte fushinë e vet me të gjitha hijat e burgosuara. Por kjo do të thoshte se duhej të afrohej shumë pranë Dragushës, dhe nëse gabonte, do të humbiste hijen e vet përgjithmonë. Duhet ta bëj, tha ai hijes së vet. Hija e tij u kthye nga ai dhe për një moment, dukej sikur po e shikonte drejt për drejt në sy. Pastaj, ajo bëri diçka që Arben nuk e kishte parë kurrë më parë. Ajo u nda nga trupi I tij. Hija e Arbenit u bë një figurë e pavarur, e formuar nga drita dhe errësira, dhe I foli me një zë që vetëm ai mund ta dëgjonte. Arben, unë nuk jam vetëm hija jote. Jam gjithashtu shpirti ruajtës I familjes sate, pjesa që ka kaluar nga brez në brez. Kam qenë me çdo luftëtar Kadriu, dhe tani jam me ty për betejën e fundit. Por nëse të humbas, nëse më humbon në këtë luftë, do të jetë sepse kemi mundur Dragushën dhe kemi çliruar të gjitha hijat. Kjo është çmimi që jam gati ta paguaj.
Me këto fjale, hija e Arbenit u hodh drejt Dragushës, jo për t'u bashkuar me të, por për ta distragjuar atë. Dragusha u hutua kur pa hijen që vinte drejt tij I pavarur nga trupi. Çfarë magji është kjo, vëbërtiti ai? Në atë moment distraktimi, Arben vrapoi përpara dhe kapi gurin e hijeve me të dyja duart. Menjëherë, ai ndjeu fushinë e mirave të hijeve që kalonin nëpër të. Çdo hije e vjedhur I tregoi historinë e vet, dhimbjen e ndarjes, dëshirën për t'u kthyer te pronari I vet, dhe urrëtitjen për Dragushën që I kishte burgosur. Tani I bërtiti Arben. Të gjithë bashk. Të gjitha hijat e burgosuara u bashkuan në një forcë të vetme dhe u hodhën kundër Dragushës. Magjistari I keq u lëriti kur fushia që kishte mbledhur prej shekujsh filloi të ikë nga trupi. Kjo është e pamundur. Unë jam I pavdekshëm. Je I pavdekshëm vetëm për shkak të hijeve që ke vjedhur, tha Arben. Dhe tani ato po kthehen te pronarët e tyre të vërtet. Dragusha filloi të plakej me shpejtësi të madhe. Flokët e tij u bën edhe më të bardhë, lëkura u rrudhos dhe trupi u dobësua. Pa fushinë e hijeve të vjedhura, ai ishte vetëm një plak I zakonshëm që kishte jetuar shumë më gjatë se sa duhej. Jo, kjo nuk mund të ndodhë. Murmuriti ai ndërsa rrëzohej në dysheme. Në pak momente, Dragusha u kthye në pluhur, dhe era e lehtë e çoja të largë nëpër dritaret e kështjellës. Me vdekjen e Dragushës, guri I hijeve filloi të shkëlqejë me një dritë të bukur dhe të ngrohtë. Të gjitha hijat e burgosuara u liruan dhe filluan të udhëtonin drejt pronarëve të tyre. Arben pa me mall se si hija e tij po largohej gjithashtu, duke u kthyer në formën e saj normale dhe duke u bashkuar sërish me trupin e tij. Faleminderit, I tha ai hijes së vet. Pa ty, nuk do t'ja kisha dalë dot. Hija e tij lëvizi në një mënyrë që dukej si një përkëndelje mirënjohjeje. Stërgjyshi Petrash dhe luftëtarët e tjerë shpirtëror u afruan te Arben. E ke kryer misionin, Nip, tha Petrash me krenar. Tani ne mund të pushojmë në paqe duke ditur se guri I hijeve është I sigurt. Çfarë duhet të bëj me të? Pyeti Arben. Çoja atë në vendin e tij të vërtet, në liçenin e paqes, ku do të jetë I sigurt dhe do të shërbejë të gjithë njerëzve, jo vetëm një personi. Luftëtarët shpirtëror filluan të zhdukeshin, por para se të largohej, Petrash I tha: Kujtoji, Arben, ti nuk je vetëm trashëgimtari I një familjeje luftëtarësh. Ti je fillimi I një brezi të ri ruajtësish. Përdor këtë përgjegjësi me urtësi. Udhëtimi drejt liçenit të paqes ishte shumë më I lehtë se sa kishte qenë rruga drejt kështjellës. Guri I hijeve në çantën e Arbenit shpërndante një ngrohtësi të lehtë dhe një dritë të butë që e bënte udhëtimin më të këndshëm. Gjatë rrugës, Arben pa shenjat e kthimit të hijeve. Pemët që më parë nuk kishin hije tani kishin hije normale. Lule që kishin qenë të vyshkura tani ishin gjallë dhe plot ngjyra. Edhe ajri duke më I pastër dhe më I freskët. Pas 2 ditësh ecjeje, ai arriti në liçenin e paqes. Ishte një liçen I bukur I rrethuar nga male dhe pyje, me ujë kaq të kthjellët sa që mund të shihej deri në fund të tij. Në mes të liçenit ishte një ishull I vogël me një tempull të lashtë. Arben notoi drejt ishullit. Tempulli ishte I ndërtuar nga gur I bardhë dhe ishte I mbuluar me simbole të bukura që tregonin histori të paqes dhe harmonisë. Në qendër të tempullit ishte një vend I veçantë ku qëndronin që më parë, një bazament I gur mermeri me një vrim e formuar perfekt për gurin e hijeve. Arben e vendosi gurin me kujdes në vendin e tij. Menjëherë, tempulli filloi të shkëlqejë me dritë të artë, dhe liçeni rreth tij u mbush me një paqe të thellë dhe të prekshme. Tani, tha Arben, të gjithë mund të kenë hije të shëndetshme, dhe askush nuk do t'i vjedhë ato. Udhëtimi I kthimit në fshat u krye në kohë rekorde. Duket si ku vetë toka po e ndihmonte Arbenit të kthehej sa më shpejt të mundej në shtëpi. Kur arriti në fshatin e Fahtises, e gjeti gruan e vjetër ulur jashtë shtëpisë së saj, duke qeshur dhe duke luajtur me një djalë të vogël. Arben, bërtiti ajo kur e pa. E bëre. I solle hijat tona. Djalit të vogël ishte nipi I saj, I kthyer shëndoshe mirë pasi hija e tij ishte çliruar. Si e din se jam unë? Pyeti Arben. Mendova se ishe e verbër. Fahtie qeshi. Isha e verbër nga dhimbja e humbjes së hijes. Tani që hija ime u kthye, kam marrë së tej edhe shikimin. Fahtie I dha Arbenit bekimet e saj dhe shumë dhurata për familjen e tij, dhe ai vazhdoi rrugën drejt shtëpisë. Kur arriti në Shishtavec, gjithë fshati doli ta përcilte.
Lajmi se ai kishte pasur sukses kishte arritur para tij, hiat e kthyera kishin folur vetë. Familja e tij e përshafoi me lot gëzimi. Babai John ishte kren për djalin e tij, dhe Mara nuk pushonte se çari nga lumturia. Tregona gjithçka, tha babai. Arben kaloi orë të tëra duke treguar aventurat e tij. Takimin me Zanën, luftën me krisat e dragushës, lumin e kujtesave dhe betejën finale në kështjell. Dhe çfarë ndodh tani? Pyeti Mara. Tani jetojmë në paqe, tha Arben. Guri i hijeve është në vendin e tij të sigurt, dhe askush nuk mund t'i vjedh hijat njerëzve. Por pak ditë më vonë, Zana erdhi të takohej me të. Misioni yt i parë mbaroi me sukses, tha ajo. Por tani fillon përgjegjësia jote e vërtet. Ti je ruajtësi i ri i paqes së hijeve. Do të duhet të udhëtosh nëpër botë për të siguruar që balanca mes dritës dhe errësirës të mbetet e qëndrueshme. Arben e dinte se jeta e tij kishte ndryshuar përgjithmonë, por nuk kishte frikë. Ai kishte hijen e tij, kishte shpatën e stërgjeshërve dhe kishte një qëllim të qartë. 5 vite më vonë, Arben ishte bërë një njeri i ri i dalluar. Ai kishte udhëtuar nëpër shumë vende, duke ndihmuar njerëz të tjerë që ishin në telash me magjistare të këqij ose krije të errëta. Hija e tij tani ishte edhe më e veçantë se më parë. Ajo mund të dallonte të vërtetën nga gënjeshtra, mund të paralajmëronte për rreziqe dhe në momente të veçanta mund t'i fliste atij drejt për drejt. Por pavarësisht udhëtimeve të tij, Arben gjithmonë kthehej në Shishtavec. Aty ishte shtëpia e tij, familja e tij dhe rrënjët e tij. Një mbrëmje vjeshte, ku po ulej në banesën e familjes dhe po shionte darkën që kishte përgatitur mama e tij. Arben shikoi hijen e vet që lëvizej qetësisht në dritën e zjarrit. Faleminderit, i tha asaj me zë të ulët. Hija lëvizi në një mënyrë që dukej si një buzëqeshje. Jashtë, era e mbrëmjes sillte aromën e mollëve të egra dhe zërat e fëmijëve që luanin në rrugët e fshatit. Të gjithë kishin hijat e tyre, të gjithë ishin të sigurt, dhe Arben e dinte se kjo ishte e gjitha ajo për të cilën kishte luftuar. Dhe kështu mbaroi historia e Arbenit, djalit që humbi hijen për ta gjetur përsëri dhe për t'i ruajtur hijat e të gjithëve të tjerëve. Por në të vërtetë, kjo nuk ishte fundi, ishte fillimi i shumë aventurave të tjera që do t'i pristen atij si ruajtësi i paqes së hijeve. Sepse ka gjithmonë të keqia të reja që kërcënojnë paqen e botës, dhe gjithmonë nevojë për njerëz të guximshëm që janë gati t'i përballin ato. Dhe Arben Kadriu, me hijen e tij të veçantë në krah, ishte gati për çdo gjë. Sa herë që pleshtë e Shishtavecit u tregojnë fëmijëve historinë e Arbenit, ata gjithmonë përfundojnë me këtë mësim. Kujdesuni për hijat tuaja, fëmijë. Ato nuk janë vetëm pasqyrime të trupit tuaj, ato janë pjesë të shpirtit tuaj. Dhe nëse keni kujdes të mirë për to, ato do t'ju kujdesen për ju. Dhe fëmijët, duke dëgjuar këtë histori, gjithmonë shikonin hijat e tyre me respekt të ri, duke ditur se edhe ata mund të kenë aventura të mëdha nëse mësojnë t'i dëgjojnë dhe t'u besojnë hijeve të tyre. Kështu përfundon përralla e djalit që humbi hijen, një histori për guximin, besnikërinë dhe fushinë e të qenit i vërtet ndaj vetes dhe atyre që duam.